Kesko, gjatë vitit 2024, praktikisht importe kena pas 168 milion euro import. Vetëm 2024 import. Po du me u këthy edhe një fakt tjetër që si ka mundësi që pas një vitje gjysh 2 sa afera e Noas ka zbulu krejt qeveria juron men javën e fundit me dal me dhon arsytim. Pra pyetje kryeministit, shefit të krejt kësaj mafie energjetike. Pra Albin Kurti sipas jush është shefi në mënyrë absolute, nuk është raport që tham i komplet mafisë energjetike të vendit, sepse as në konferencë shtypës kështë guzu me dalë ai me fol paja pregadit ato shifra manipulative. Ku janë shifrat manipulative? Që ta shti shpjegoj. Pra, vetëm gjatë vitit 2024 kena import 168 milion. Për të pak lutë në tash. 168 milion veç në 2024. Vetëm 2024. Gjatë këti procesi që e shpjegun ata së fundmi, nuk i dhanë burimet e hyrjes në Kosovë për pjesën 2024-5. Unë pjë thëmë zyrtarisht edhe si doni që gjatë vitit 2025 kanë hy rreth 85% të importit për shërbysit universal praktikisht me treg të rregulluar kanë ardhur të importe nga kompanit dhe nga burimet greke, serbe dhe serbo-bosnjake. Që i bjen? Nga Republika Srpska? Shini grafikun që vetë vendosja publikoj, nga Republika Srpska, nga Republika Srpska, po të me thonë, nga Serbia dhe nga Greqia. Dhe thot, kemi morë në treg nga Shqipëria, Macedonia. As Shqipëria, as Macedonia nuk kanë kapacitete për të dalë. Foto 5, regjia. Foto 5, veç ta spikoj që... Po veç e ka bo vetë vendosja, unë po du me tregu. Foto 5, regjia. Ajde. Pra, shihni burimet nuk janë. Ku janë burimet? Pse s'është kështu? Ku janë burimet? Nga kush e këna marë? Shtet është kjo. Nuk u zëmë me thonë nuk e di. Regulator është kjo. Nuk u zëmë me thonë... Dhe në 2018 po tregojmë prej ku e këna vli. Po, pra. Vesh më thoni, qysh ka mundësi që qeveria e Albin Kurtit nuk e din prej ku i po blenë rrëm? Pse i ka lanë zbraz këto? Dhe qëfar koincidence? Slovenia? E gjelë për ta është, që Slovenia, prej Slovenis kam le, që ku e ka portën? Kompania, që tu që ata du të me spjegu. Kompania që e ka për Slovenia, është burimi i kësajna për Slovenia. Burimet për vitin e fundit... Vesh kanal se që tu du të me kuptu ma qartë. Këto po thujnë EFT-ja, për shambull, Serbia. Mos ka ndru EFT-ja me Noan. Shqyqani, askon që ku e ki Greqin. E pas kanë shtiktu, se se kun po. Po që atje pak është dhe që 2025. 70% për konsumator të reguluar po flasë, mështë kesh kuptohmi. Jo për shumirë ki po. Jo për biznesë, për konsumator të reguluar, pra për ekonomit familjare tonat, për qytetarin, për familjarin ton, kanë orë nga Greqia edhe nga Serbia. Në total, vetëm nga këto 2 shtete, kanë mrimbi 80% të importit dhe e manipulojnë, e mshefin, kanë ardhë për mes Macedonisë e Shqipërisë. Pra në esencë, kjo është e vërteta. Pjesa tjetër,